Selam aleikum. Mirë se vini në këtë transmetim të drejt për drejt në gazetën elektronike Mesazhi, në këtë emision me temën ndryshimet në procesin e edukimit. Vëllezër dhe motra, paqja, beqia dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Sonte jam i nderuar që së bashku me ne do të jenë dy profesorë të nderuar, së bashku me ne jam Fitim Veliu, profesor në gjimnazin Sami Frashëri, po ashtu bashkëpunëtor i jashtëm i Universitetit Publike të Kosovës, siç është Universiteti Mitrovicës dhe Universiteti Prizrenit. Ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm edhe në konferencat e simpoziumit të ndryshëm bashkëkombëtare. Mirë se na jeni profesor. Mirë se gjej, aleikum selam, faleminderit për ftesën. Po ashtu, së bashku me ne do të jetë profesor Sami Zullufi, i cili studioi shkencat islame në botën arabe, për të vazhduar studimet postdiplomike në Istanbul, ku njëkohësisht është profesor në Kolegjin Future International School. Mirë se na jeni profesor. Mirë se gjej, faleminderit për mundësinë. Procesi i edukimit dhe arsimimit ka pas ndryshime qysh nga epokat e vjetra të njerëzimit. Njeriu është përpjekur në gjetjen e forma transmetimit të informacionit dhe të dijes tek të tjerët. Unë do të tregoj një ngjarje mbi të cilën do ndërtoj edhe konceptin tim të edukimit, po gjatë emisionit do të referohem asaj ngjarje. Sokrati tregonte në efemerinë e tij se në Athinë organizoheshin festa të ndryshme kështu. Edhe festat e tyre organizoheshin keni parasysh me lojra të ndryshme që i kanë pas ata. Edhe thoshte që e kam dëgjuar një të ditur nga Athina që tregonte për një të ditur i cili quhej Solomon. Edhe kishte jetu kohë më parë. Si pjesë të ditës asaj kohe ishin edhe udhëtime të shpeshta domethënë njerëzve dietarëve në vata të ndryshme të dijes. Solomoni në njërin nga udhëtimet e tij shkon edhe në Egjipt. Edhe aty takohet me parinë e njerëzve turp të Egjiptit. Pas bisedave që i zhvillojnë edhe debata rreth qenies, hyjnisë, tema ndryshme të cilët ka shku për të marrë dija atje, një nga të urtit e Egjiptit, pra, nga ata dietarët i drejtohet. Ju të Athinës i ka njerëz turp të dijes. Po fillua ta shkruani dijen dhe harrua dijen. Dija dhe informacioni nuk është që të shkruhet e të qëndrojë, po të transmetohet nga shpirti tek shpirti dhe të transformoj morsin e asaj dije. Pra vetë informacioni në vetë nuk ka vlerë nëse nuk ndryshon morsin. Sokrati gjatë gjithë jetës së tij nuk ka shkruar asnjë libër, duke qenë besnik kësaj qasje. Edhe nxënësi si ti Platoni thoshte se të shkruarit nuk është i mirë, por për të transmetuar që ato që i kanë dëgjuar nga profesori i tij, e ka zgjedhur formën që është më e afër me të folmit, e që është dialogu. Pra gjitha veprat e Platonit janë të shkruar në këtë formë. Profesor Fitim, do të kisha dashur po të ndërlidhem po historia e njerëzimit është e gjatë, ka ekzistuar forma edukative edhe kur nuk ka pas shkrim. Po më intereson me ditë si është edukimi të shqiptarët kur nuk përdorej shkrimi, kur nuk ishte pjesë e edukimit edhe shkrimi. Përshëndetje për ju dhe për gjithë dëgjuesit e juaj. Faleminderit për mundësinë dhe ftesën që debatojmë për këtë temë që është shumë e rëndësishme, besoj për pjesën më të madhe të shikuesve dhe atyre, do thotë pjesës do thotë intelektuale, por jo vetëm. Po është e vërtetë do thotë që edukimi të shqiptarit i ka fillesat qysh në kulturën do thotë paraklasike, pra kur flasim për historinë e edukimit tek shqiptarët, pra formave se si është zhvilluar dhe transmetuar dija do thotë populli shqiptar, natyrisht që ne do thotë gjithmonë i referohemi asaj që quhet kulturë tradicionale, kulturë do thotë gojore ose kultura do thotë para lindjes së shkrimit. Pra me kulturë tradicionale kuptojmë kulturën e një populli, pra krijimtarinë e tij do thotë gojore, formën e komunikimit, veshjes, duket, zakonet, pra mënyrën e komunikimit dhe mënyrën e jetesës do thotë se si ai populli do të ka jetu. Pra kjo është ajo që njihet si kulturë tradicionale. Dhe shqiptarët natyrisht që janë një popull i cili vërtet ka një kulturë të vjetër tradicionale që në fillimet e antikitetit e këndej. Madje mund thuhet që me këngët kreshnike shumë ka studiues që e vërtet në këto këngë shohin një qytetërim të vjetër shqiptar do thotë të barabartë me atë të grekëve, ndoshta edhe më shumë, por sido që tjetë do thotë
kultura shqiptare, pra shqiptarët kanë një kulturë, një qytetërim të vjetër që do të në fillesat e antikitetit grek. Zhanret kryesore, do thotë kulturës tradicionale, cilat vërtet e kanë bërë gjallë këtë popull, e kanë emancipu, zhvillu dhe e kanë dëgju ndoshta emocionin e këtij populli, do thotë janë disa prej formave, do thotë ndër më të zhvilluara në kulturën shqiptare. E këto janë për shembull ta zonë që njihen në historinë e mendimit të shkrimit, zhanret kulturës tradicionale, si që janë kanuni, këngët kreshnike, përralla, balada, legjenda, ninullat, këngët e dasmave, këngët e vajtimit, e shumë format të tjera, do thotë të krijimtarisë gojore. Me një fjalë, kjo quhet do thotë kulturë popullore. Quhet kulturë popullore sepse do thotë ka lindur nga populli, pra nuk ka autor. Pra autori ty është populli, pra populli e ka kriju. Kjo lloj kulture, kjo lloj dije ka kalu brez pas brezi, është transformu, është ndryshu, qoftë në kontaktet e brendshme ose edhe në kontaktet me kulturat e popujve të tjerë. Pra, janë këto zhanre që kanë bërë gjallë dhe nëpërmjet këtyre zhanreve do thotë është eduku masa e shqiptarëve, do thotë masa e këtij qytetërimit vjetër, do të që do të zbashko me qytetërimin vjetër të antikitetit grek. Prandaj një prej këtyre zhanreve unë do të dalim vetëm si përfaqësisht sepse me që i kemi kohën e kufizuar për të parë se cilën nga ne nuk do të mund të merrem me secilën, por do të shohim se si do të duket ky qytetërim. Ta zëm këngët kreshnike, pra që sot janë ndër këngët më të vjetra, do thotë më të mëqme në historinë e kulturës shqiptare, do thotë asaj që quhet tradicionale, do thotë popullore, në to duket shenjat e personazheve të para siç janë Muj dhe Alili, dy shqiptarë në të cilët do thotë luftë, po mënej, cilët janë personazhe priste qetave shqiptare, cilët luftojnë për mbrojtjen e tokave, kullotave, pasurisë materiale dhe ajsaj shpirtërore të shqiptarëve. Këta janë njerëz të thjeshtë që ju prinë shqiptarëve, njerëz malësor që e mbrojnë vendin qenjin e tyre, dhe cilë bartin një mesazh edhe për të tjerët. Është mesin e tyre të djali i Mujt që është Omeri, pra Omeri prej Mujt, natyrisht që në bazë këtyre emrave do të shihet një shtresim tepër i vjetër që po flasim për qytetërimin dhe shtresimi është do të thotë shtresim islamik. Sigurisht që këto shtresime do të kanë ardhur me kohën, pra dhe vërtet këto këngë do të thotë bartin një emocion të veçantë për shkak se në to pasqyrohet një qytetërim i vjetër do të thotë i shqiptarëve dhe pikërisht do të thotë në këtë qytetërim identifikojnë ato temat esenciale do të thotë me të cilat shqiptarët do të edhe kanë njëtë ku janë eduku, por njëtë ku edhe janë brëmos në atë socialitetin e hapësirës shqiptare. Pra lufta për mbrojtjen e tokave, kullotave, pasurisë materiale dhe asaj shpirtërore. Natyrisht do të thotë që përveç këtyre këngëve kemi edhe format e tjera, për shembull siç është balada, pralla, legjenda ose këngët e ninullave, me të cilat do të thotë është eduku shqiptari, do të thotë që nga lindja deri në vdekje. Nëse mund ta kishim bërë një rrumbullaksim të tonalitetit të kësaj do të thotë dije dhe të kësaj kulture do të thotë tradicionale, mund të kishim pas do të thotë një lëvizje në këtë hierarki. Ta zëm për shembull, këngët kreshnike është eposi, do të thotë është bërë mbrojtje atë dhëut. Por përveç kësaj na kemi për shembull të zëmë edhe këngët ninullat, me cilët do të thotë është eduku, është formsu geni do të thotë shqiptar, fëmiu shqiptar, që ndryshe në popull siç njihet edhe ninanullat. Pastaj ky fëmijë kur është rrit, pra në kohën e moshës do të thotë 18-20 vjeçare edhe është martu, sigurisht që pastaj do të kanë lind këngët e dasmes, por ky person nëse atë dhe do të thotë i ka thirr për mi mbrojt pasurinë, për mbrojt tokat, pastaj ka dalë edhe ai që quhet do thotë eposi shqiptar ose ndryshe do thotë eposi heroik për mi mbrojt tokat e dhëut, dhe në fund edhe ky person i cili vërtet pra në fund edhe ka ndru jetë, pra janë përgatit ato që quhen edhe këngët tradicionale ose xhamat ose kënga e vajtimit. Pra po shohim që ekziston një farë lloj rotacioni do të thotë i kulturës të formimit, i brëmosjes do të thotë shqiptarëve që nga lindja do të thotë edhe deri në vdekje. Natyrisht që në këtë mes i kena do të thotë edhe fenomene tjera që kanë ndodhur, për shembull te balada kena konceptin e mbesës ose fjalës së dhënë që me vonë do të thotë kodi zakonor bëhet edhe i barabartë edhe me kodin hyjnor, do të thotë fjala dhënë e mbrojtën, pra
pastaj edhe sakrifica e elemente do të tjera me cilat do të shqiptarët para se me lind shkrimi, pra e kanë marrë këtë formë të edukimit nëpërmjet asoj që quhet do thotë kulturë komunikimi, pra vetëm nëpërmjet komunikimit, po që ka qenë do thotë një element shumë i rëndësishëm për edukimin e tyre. Më vonë kur ka lind shkrimi, pra padoshur me thotë që është boni shkutje absolutisht, sepse edhe lindja e shkrimit do thotë kultura e shkrimit është ndërtuar mbi bazën e kulturës do thotë gojore ose tradicionale, sepse kultura gojore është një kulturë e cila vazhdimisht transformohet, gjenerohet, nuk vdes, pra është një bazament mbi cilën ka lind letërsia e shkruar. Pra edhe sot do thotë në ditët e sotme kultura e shkruar merr shumë tema, motive, ide do thotë nga kultura tradicionale, pra kulturën gojore dhe tradicionale tashmë kemi të shkrira, pra nuk mund të flasim për një ndarje, përkundrazi kultura e shkruar sot vetëm e ndërton substratin e saj na mbi do thotë mbi kulturën gojore. Pra kulturën gojore e kemi në vazhdimsi si pasuri do të thonë dhe materiale dhe shpirtërore të këtij shtetërimit të vjetër do të thotë shqiptar që filloi sa tipo tham edhe një herë në kulturën në kohën e antikitetit. Profesor Samir, dua të diskutojmë pak si ishte forma e procesit të edukimit botës islame dhe relacioni, raporti mësues student në kohërat e hershme. Cilat ishin karakteristikat e këtij edukimi në të kaluarën, si zhvillohej ai, si dukej ai lloj i edukimit? Po edhe unë fillimisht ju përshëndes gjithëve, edhe të gjithë shikuesit që na ndjekën në këto momente. Nëse flasim për procesin apo për mësimin e edukimin në kulturën islame apo në vendet islame, sigurisht që piknisja sigurisht mirët pra që nga koha e linjës, që nga koha pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse ndalemi pikërisht në këtë në mënyrë të veçantë pasardhës së Muhamedit, profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, tutje mund të klasifikohet edukimi si një formë klasike, si quhet tani, ku qendra e procesit edukativ mësimor ka qenë kryesisht xhamia dhe jo vetëm, ku mësuesi ose hoxha në atë rast ka qenë shtylla ose boshti i asoj forme. Pra, mësuesi dituritë e tij ka përcjell gojërisht tek nxënësit e tij, të cilët i kanë ruajtur ato me mbamendje ose duke marrë shënime dhe pastaj i kanë përcjell tek gjeneratat e tjera brez pas brezi me një saktësi mahnitse. Pra, ja vlen të ceket që qoftë gojërisht, qoftë në të shkruar, ka pas një saktësi shumë të madhe në transmetimet e dijeve tek të tjerët. Sigurisht duke u frymzuar nga vetë i dërguari i Zotit, paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të, i cili i ka porositur pra që thëniet e tij apo ajo që transmetohet nga ai duhet të përcillen ashtu siç janë dëgjuar dhe çdo ndryshim eventual, ndryshim i qëllimshëm dënohet apo ndëshkohet rënd sipas mësimeve islame. Cilësi tjetër pra është vetë ruajtja e zinxhirit të transmetimit brez pas brezi, ku nxënësi pasi ka kryer qoftë leximin e Kur'anit, qoftë dije të tjera, ka marrë atë që e kanë quajtur ijazatname, po edhe po flas edhe procesin matutje, nga mësuesi i tij. Pra nëse nisni edhe vetë nga kuptimi i fjalës, kësaj fjale, pra kjo i bie një farlloj certifikimi ose një farlloj leje, pra që ato dije që i ka marrë tua transmetoj apo tua mësoj të tjerëve. Tjetër karakteristikë e këtij edukimi ka qenë gjithashtu dhe përkushtimi shumë i madh. Pra ku në atë kohë pra dietarët ose njerëzit që kanë dashur të nxajnë dije që të mësojnë kanë udhëtuar me mijëra kilometra nëpër tërë vatrat ku ka pas ekspert të fushës caktuar për shembull. Mund ta marrim shembull në këtë rast Imam Buhariun, i cili ka vdekur në vitin 870 sipas kalendarit diellor, i cili për të mbledh koleksionin e tij me hadithe i cili është më i njohur dhe më i saktë, ka udhëtuar për afërsisht 14.000 kilometra dhe këtë jo me mjete moderne siç i kemi tash në dispozicion, por me mjete shumë primitive transportit që kanë qenë në atë kohë. Gjithashtu një tjetër element që besoj që është shumë e rëndësishme është edhe aspekti i humanizmit apo i motivimit për marrjen e dijes që kanë qenë shumë të pastra, shumë motive sublime, thjesht për të shërbyer dijes, për të shërbyer përhapjes saj dhe dobisë së përgjithshme. E nuk janë kufizuar thjesht për motive materiale siç edhe ndodh sot për fat keq.
Në anën tjetër, një dallim tjetër, pra është edhe për kufizimi kohor. Tani në kohën moderne mësimi është i kufizuar përgjithsisht ajo mësimet akademike në kohë, pra sipas nivelit, duke përfunduar formalisht si nxënje përgjithsisht para moshës 40 vjeçare, kurse në atë kohë nuk është kufizuar, por ka vazhduar mund të themi të rjetën, dhe zakonisht zëvendësimi i mësuesit ka ndodhur pas vdekjes së tij. Nëse përgjigjem me pyetjen se si ka është zhvilluar ky proces i mësimit, mësimdhënia ka qenë pra kryesisht klasike, verbale, ku mësuesi ka ligjëruar dhe nxënësit e kanë dëgjuar, por ka pas edhe metoda më të avancuara, interaktive, të bazuara në diskutim e debat, siç është ajo metoda e imamit të njohur, Imam Abu Hanifes, i cili pra ka vdekur në vitin 767, i cili ka përdorur metodën e dialogut në ndenjat editorisë, ku ai ka hedhur çështjen për diskutim dhe është debatuar nga të gjithë. Janë dhënë argumente e kundërargumente dhe në fund ose ka marrë në një përfundim të përbashkët ose të ndryshëm. Pra ai ka zhvilluar edhe mendimin kritik tek nxënësit dhe i ka orientuar dhe ju ka dhënë edhe metodologjinë e duhur. Këtu mund të përmendim edhe thënien e Einsteinit, i cili thotë se edukimi nuk është vetëm mësim i fakteve, por edukimi është të mësuarit e të menduarit. Dhe nëse morëm pikërisht rastin konkret, është interesante se vetë Abu Hanife nuk ka lënë asnjë shkrim, për më lidh pak në ato që thati më herët, nuk ka lënë asnjë libër të shkruar në fushën e jurisprudencës islame, për çka është i njohur pra. Mirë, po shkolla e tij është përhapur, ka pas përhapjen gjeografike, edhe nga ana e ndjekësve përhapjen më të madhe në botë sot e kësaj dite. Dhe kjo mendoj se është pikërisht edhe fal metodës që e ka ndjek ai. Sigurisht nëse flasim për disiplinat, fushat kanë qenë shumë të kufizuara, siç dihet në atë kohë. Për shembull mësimet fetare së shkencave islame kryesisht janë kufizuar në 3, domethënë ka qenë përcjellja ose transmetimi i haditheve apo thënieve të pejgamberit dhe dëmeve të tij, i cili ka qenë baza e çdo diturie mund të themi pas Kuranit, ka qenë gjithashtu edhe mësimet e jurisprudencës ose fikut që kanë të bëjnë me veprat praktike të njeriu, dhe sigurisht ka qenë edhe ilmul kelami apo lënda mbi mësimin dhe jo vetëm. A kishim të pikat shkurta kështu, cilat kishin me kopë përparësitë e kësaj llojet të edukimit edhe mangësitë e këtij lloji të edukimit? Po sigurisht, pra nëse flasim për përparësitë, në rand të parë pra është liria e zgjedhjes së derseve apo lëndëve, fushave apo edhe të mësuesve në këtë rast, nëse krahasohet me kohën e tashme, por sistemi në një forme të kufizon goxha shumë pra në mundësinë e zgjedhjeve. Pastaj tjetra është ajo përparësi tjetër për ka qenë ajo çeltërsia dhe përkushtimi i madh që ja përmenda, i cili është një lloj burimi i një bereqeti ose një begatie me atë dije që mirë dhe jepet, dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme, po ashtu mbi të gjitha ndoshta është kjo element shumë e rëndësishëm, është që njerëzit e dijes kanë pas një moral shumë të lartë, e një sjellje shumë madhështore, dhe mësimi është zhvilluar mbi bazën e një modeli që nxënësi e ka pas para vetes e ai ka qenë mësuesi i tij. Ku ke pas pra mundësi që të shoqërohesh me mësuesin dhe të përfitosh prej tij, edhe jashtë kufizimeve të kurikulave apo për kufizimeve të vendit e kështu me radhë, siç nuk është e mundur pra sot. Pra ke pas mundësi të mësosh edhe diturinë edhe urtësinë, të cilën nëse urtësinë mund ta përkufizojmë si aftësia për të thënë fjalën e duhur, në momentin e duhur, në vendin e duhur. Këtë pra ta ka mësuar pikërisht ky rol, ky lloj të mësuarit, ku ka qenë raporti dhe lidhja tepër e ngushtë e mësuesit me nxënësin e tij. Nëse flasim për mangësitë, sigurisht edhe kjo modeli ka mangësitë e veta, për shembull një prej tyre është pjesëmarrja shumë e vogël ose mos pjesëmarrja e zemrore në këtë proces, është roli jo shumë aktiv i nxënësit në shumicën e rasteve, që është pra pikë shumë e rëndësishme. Dhe sigurisht kushtet për cilat është zhvilluar kanë qenë kushte jo shumë adekuate, edhe për shkak të rrethonave të kohës. Her pas here mund përmendet si mangësia dhe anashkëllimi i disa fushave tjera të rëndësishme të dijes. Kjo parafërsisht është ajo. Profesor Fitim, njëra nga rritjet e mëdha të njerëzimit pra është edhe përdorimi i shkrimit, edhe shprehja nëpërmjet shkrimit. Patjetër se njerëzit kanë përdorur gjitha shpiket edhe gjitha zhvillimet që kanë përdorur ata. Edhe
me shpiken apo me daljen e shkrimit është kthy njëra prej elementeve kryesore të edukimit. Si është edukimi të shqiptarët pasi fillun ta përdorin shkrimin, cilën alfabet e përdorin, si është forma e edukimit? Po, edhe njerë do thot nuk do të harru që lindja e shkrimit do thot nuk është që e paksoj elementin e edukimit në kulturën tradicionale, përkundrazi sepse thamë që kultura e shkrimit ndërtohet mbi kulturën tradicionale, do thot është bazamenti i saj edhe kjo nuk mund ikë, vetëm që tash bëhet një lloj diferencioni kështu pak më sistematik. Nëse kultura tradicionale komunikonte me lexuesin drejt për drejt, por pa ndërmjetësim, tash me lindjen e shkrimit komunikimi i lexuesit me autorin dhe tekstin ndodh nëpërmjet ndërmjetësimit. Pra e para pa ndërmjetësim, pra lexuesi dhe kultura gojore komunikojnë drejt për drejt, sepse krijuesi është populli, pra nuk ka pozicion mes. Kultura e shkrimit tash do të thotë që lexuesi komunikon nëpërmjet i shkrimtarit, ideve dhe pozicionimeve të tina. I bën që kena pak një distancë më të madhe përballë do të thotë kulturës gojore. Tash lindja e shkrimit natyrisht që të shqiptarët mundësoj do të thotë edhe atë që quhet do të thotë krijimi i dokumenteve të para në gjuhën shqipe, por në të njëjtën kohë edhe lindjen e asaj që quhet letërsia e vjetër shqiptare. Jemi të dokumentet dhe jemi për herë të parë tek zhvillimi i periudhave të letërsisë së vjetër shqiptare që kategorizohen në tri ndarje, në atë që quhet letërsia e humanizmit, në atë që quhet letërsia filobiblike dhe në fund në atë që quhet letërsia që unë i them filokoranore, alhamjadiste ose ndryshe letërsia me motive të lindjes. Tash, kur jemi të lindja e shkrimit, tek krimi dokumenteve të para, natyrisht do të thotë që gjithë e dim se çfarë dokumentesh do të thotë u botuan në këtë periudhë, e dim do të thotë që dokumentet e para do të thotë ne mund t'i atribuojmë Perëndërisë Osmane, të cilat do të erdhin në këtë territor, sepse para Perëndërisë Osmane ne nuk kishim dokumente të shkruara në gjuhën shqipe, pra ishim të shërbyer me atë që gjithë do të di me alfabetin latin, pra veprat dhe shqiptar shkruanin në gjuhën latine, pra edhe me Marin Barleti, historinë e parë për Skënderbeun shkruan në gjuhën latine, më vonë edhe Frank Bardh dhe autorë të tjerë shkruajnë në gjuhën latine, sepse Kisha Katolike do të thotë nuk lejante diskurse në gjuhë të tjera, pra ishte një lloj kontrolli do të thotë autoritar sa i përket gjuhës, mirë po ardha e Perëndërisë Osmane dhe ndalimi i asimilimit shqiptar, sidomos nga represioni islam, pra e krijoi diferencën, sepse pikërisht me instalimin e kësaj perëndërie do të thotë pikërisht linden dokumentet e para të gjuhës shqipe. Pra u linden dokumentet e para, sado që dokumentet do të thotë komplet me natyrë religjioze, me natyrë fetare, pra me qëllime do të thotë caktuara, sepse ishte mbrapa këtyre dokumenteve do të thotë dhe autorëve të kontekstit do të thotë filobiblik ishte propaganda de fide, një organizatë në Rom, e cila edhe i financante, edhe mundësonte botimin e këtyre shkrimeve dhe këtyre autorëve do të thotë për të kriju diferencë dhe në të njëjtën kohë për t'u vënë përballë do të thotë Perëndërisë Osmane në rolin e saj do të thotë ka shqiptar. Por Perëndëria Osmane me që ishte liberale, pra po themi lejoi botimin e këtyre dokumenteve, lejoi do të thotë që këta shkrimtarë provonin do të thotë diskursin e tyre edhe në gjuhën shqipe, por në të njëjtën kohë ne do të thotë tashmë kishim në këtë kohë do të thotë kemi përveç dokumenteve edhe tri periudha letrare. E kemi letërsinë do të thotë humanizmit, filobiblike dhe letërsinë filokoranore ose letërsinë alhamjadiste. Kur themi kemi tri tash ka rëndësi do të thotë me ditë se cili ishte ky lloj edukimi dhe çfarë ishin këto tri periudha letrare. Meqë do të thotë letërsia humanizmi shkruan në gjuhën e latine, pra diskursi ishte latin, ishte do të thotë një tekst vërtet i shkruar në një gjuhë tjetër që nuk prodhonte përveç se ngjyrime historike, që ishte tejet impersonal, që ishte i mbështetur mbi kujtime, si thotë Marin Barleti dhe mbi disa, por nuk ishte libri do të që kishte ndonjë dëshmi ose dokument, sepse teksti i parë që shkruaj nga ajo natyrë. Kurse periudhën e dytë do të thotë atë që quhej letërsia filobiblike do të thotë ishte komplet letërsi do të thotë me karakter fetar, me ngjyrë fetar, propaganda e vite ishte mbrapa kësaj dhe gjithçka do të shkruaj për një rreth të caktuar do të thotë besimtarëve të cilët dëshironin të mbanin atë kulturën e tyre. Dhe kena tash të tretën letërsinë alhamjadiste, pra ose filokoranore ose shkrimtar do të thotë shqiptar tash që shkruan me alfabetin turk-arab. Pra, sipas studiosëve shqiptar, edhe Sabri Hamitit, edhe Kornicës, edhe Ibrahim Rrugovës, pra letërsia alhamjadiste e shkrimtarëve do të thotë shqiptar, cilët shkruan me alfabet turk-arab, është vërtet do të thotë janë shenjat e para të shfaqjes së autorit shqiptar dhe letërsisë
se poster do të thotë shqiptare. Sepse kjo periudhë u shkrua pa ndikime. Pra këta shkrimtarët Alamiadis nuk ishin shkrimtarë do të thotë që të shkruanin me ndonjë tezë, me ndonjë qëllim caktuar. Ishin shkrimtarë të lirë, i kishin do të thotë gjitha kushtet dhe këta do të thotë shkruanin tema sociale, shkruanin tema do të thotë gërbetit, shkruanin për tema të dashurisë, shkruanin tema lirike. Pra për herë të parë, lexuesit shqiptar do të thotë letërsia mirë fill. Letërsia do të thotë pa ndikime të huaja, për herë të parë do të thotë i ofrohet tek këta shkrimtar. I kena autoritetet e para letrare do të thotë që neve na vinin, siç janë Hasan Zyku Kamberi, është Muçizade, është Nazim Frakulla, janë Muçizade, Sulejman Naibi e shumë shkrimtar të tjerë. Tash shtrohet pyetja se si u zhvillua do të thotë kjo letërsi dhe cili ishte ndikimi i saj. Roli i saj do të ishte shumë i madh. Ishte letërsi do të thotë sociale, që i solli motive do të thotë nga lindja, pra për herë të parë në historinë e letërsisë shqiptare, pra autorët shqiptar sollen format poetike të lindjes, e sollen divanin, e sollen gazelen, kasidën, rubait e format të tjera të lindjes që për herë të parë po transmetoheshin në letërsinë mund të themi evropiane, sepse ne divanin e shohim avon edhe të anglezët, e shohim edhe të gjermanët e të popujt e tjerë, por megjithatë duket që shqiptarët të parët do të përfituan nga format poetike të lindjes, të cilat u sollen nga Sulejman Naibi e këta shkrimtarët e tjerë. I pari në Zemberati do të thotë që ishte poeti i vetlavdrimit, por që shtjellonte tema sociale, tema të gërbetit, tema do të thotë të shoqërisë. Ishte autori tjetër, Hasan Zyku Kamberi, që Sabri Hamiti do të një prej teoricienëve më të mëdhenj në historinë e mendimit të letërsisë shqiptare, thotë që është satiriku i parë në historinë e letërsisë shqiptare. Dhe kena Muhamet Kyçykun, poetin e parë do të thotë që na vjen nga Çameria, i cili shfaqet me 2 poema të tij. Pra kena do të thotë 3 autor që shfaqen me format poetike të lindjes dhe që shfaqen me një letërsi autentike. Do të thotë shqiptare, ndonse letërsia është shkruar me alfabet turko-arab, por ai në atë kohë do të thotë ka qenë gjuhë do të thotë universale e perëndërisë ku ka funksionuar, por një kohë që shqiptarët e kanë shprehë do të thotë diskursin e tyre. Pra, kjo letërsia shqiptare dhe masa shqiptare i fitoi format poetike të lindjes, si ta më dhe njerë gazelen, që gazela do të thotë kishte statusin e sonetit që ka sot poezia në letërsinë e perëndimit. Po këtë status që kishte soneti në letërsinë e perëndimit e kishte gazela do të thotë që ne përfituam nga format poetike të lindjes. Pra, me këtë letërsi u vun bazat e një letërsie të fillt shqiptare që më vonë do të transferohen edhe te shkrimtarët e tjerë, edhe te Rilindasit Naimi, te Samiu, pastaj disoshania edhe te Noli, Konica e shumë do të thotë shkrimtarë të tjerë. Por ajo çka do të thotë ja vlen me u potencu është që në këto 3 periudha letrare do të thotë e vetmja letërsia Alhamedise ishte një letërsi do të thotë e mirëfillt shqipe, duke i përjashtuar të dytëparat me qenë se do të thotë e para ishte në gjyrim historik, konacion do të thotë vetëm historik që e kalonte premisën letrare dhe e dyta do të thotë që ishte ngjyruar në diskursin fetar, kurse e treta ishte do të thotë vetëm për nevoja letrare dhe personale do të thotë jetës qytetare, pra kena si qytetet do të thotë në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoni, ku këto forma poetike do të thonë bashin debate letrare në atë kohë të kësaj natyre, pra lexoshin poezi, drama, tregime, kena për shembull një prej qyteteve Gjirokastër që në atë kohë quhet qyteti model do të thotë i poezisë alamiadiste e kështu me radhë. Pra por jemi te këta autor dhe te kjo letërsi, pra ka mendime ndryshme që kjo letërsi vërtet i ka dhënë shumë kulturës shqiptare, ka vu bazat e shkrimit, e asoj që quhet do të thotë kulturë, asoj që quhet letërsi, asoj që quhet identitet i vërtet letrar, sepse kur jemi te Nezimi për shembull, Hani që është marrë shumë me këtë studios, thotë që ai ka qenë një anakreont i Shqipërisë, do të anakreonti ka qenë një prej poetëve të antikitetit grek, thotë që shqiptarët kanë pas Nezimin një lloj anakreonti. Megjithatë, sa o bën i tillë Hani thotë, ndoshta mund të ketë qenë pak pengesët mbi ngarkesa e fjalëve do të thotë huaja, por megjithatë do të thotë ai ishte një anakreont do të thotë i llojit të tillë. Kurse për Hasan Zyku Kamberin, pra edhe Konica, po në Sabri Hamiti thoshte që është satiriku i parë dhe në njëjtën kohë modeli i parë i kritikut letrar në letërsinë shqipe, po pa vetëdije. Ndonse kritika si vetëdije shfaqet te faj Konica, do të thotë në kotorën e letrave shqipe, por megjithatë poezia e Hasan Zyku Kamberit, Paraja, Trahani, Mynafiku, me qenë do të thotë që është modeli kritik do të thotë i
atakimit të dukurive negative që kanë ndodhur në atë shoqëri, pra jep me kuptu që te ky poet dhe te vargjet e tina shfaqet për herë por modeli kritik, po jo si vetë dije, se si vetë dije shfaqet te Fajkonica, ai për herë por tregon aty se çfarë është kritika, elementet e sona, por megjithatë si pa vetë dije mund të themi që elementet e kritikës për herë por i kena te Hasan Zyko Kamberi, pro te poezia e tij Paraja, ku për para paros, si pas Hasan Zyko Kamberit, shembet çdo gjë, Paraja i mund gjitha po dhe i shemb gjitha sipas tina, pro është e keqja e domosdoshme, por edhe e mira e të ikashme, dhe e ka ilustrimin më të bukur kur në atë poezi do thotë për para paros i qet të deklasura dhe të dërmuar pothuajse të gjitha shtresat shoqërore, dhe në një element e sheh shprishjen njerëzore, por shprishjen universale dhe morale të njerëzimit në elementin e paros, madje thotë që Paraja ka ndikuar jo vetëm tek strukturat e mëdha ose tek shtresat të mesme të mëdha, pro elementi i paros thotë madje do thotë është çorëditur edhe ka shprish edhe atë që quhet geni njerëzimit, pra fëmiu që është në xhep, zgjat dorën thet nep, ta marr ta ver në xhep. Pra prova e kësaj na shihet sot, nëse i shohim disa fëmijë, u ofrohemi afër, nëse nuk kemi asgjë për t'i dhënë, vërtet ai mund të na shikojë neve i habitur, por nëse e pusim dorën në xhep edhe nxjerrim diçka nga ajo, pra fëmiu më njëherë do të ngarendi tek ne, sepse do ta krijoj bindet që ne do të japim diçka, do të thotë që do të jetë interesante. Por kanë tentuar të edukojnë, domethënë shoqërinë nëpërmjet shkrimit, nëpërmjet poezisë. Ndoshta poezia është që ndikon më shpejt tek shpirti dhe te transformimi shpirtëror i njerëzve. Patjetër, në veç e mora modelin e Hasan Zyko Kamberit, kur element, domethënë, kur nëpërmjet kësaj poezie e shfaq modelin e autorit kritik i cili është gjykues i rrept, ku po thotë që Paraja po i shemb gjitha, po i shkatërron gjitha, por edhe i mund gjitha, është edhe e mirë e domosdoshme, por edhe e keqe, domethënë elementin e interesit pak a shumë nëse mund ta shohim kështu, ose te Munafiku, që e paraqet si prishsin moral të shoqërisë i cili thotë rënon dashuri, prish do të thotë harmoni, pra Munafiku e ka një pozitë që titullohet shumë e bukur, që për herë por na shfaqet në letërsinë shqipe do të thotë elementi i Munafikut, pra i dyftyrshit, që thotë është shkatërruesi i dashurisë, por edhe i harmonisë do të thotë mes njerëzve. Por e kena këtë model që është modeli gjykuarit kritik, që mund të jetë si edukim, si vetëdije në aspektin e gjykimit do të thotë kritik, kur elementet negative edhe në atë kohë sigurisht do të thotë që ka ekzistuar, dhe këto do të thotë shkrimtarët i kanë poetizuar me vargje më të bukura për të parë, sepse tek e vuni letërsia është shpirti i popullit edhe krejt çka paraqesin shkrimtarët është që e paraqesin do të thotë natyrën e njeriu dhe jetesën në rrethona normale. Para se të kaloj të pyetja për ju profesor Samer, do të isha ndërlidh pak me kritikën e Nietzsches që i bën botës perëndimore. Sipas Nietzsches kemi një dallim bazë në ngritjen e civilizimit perëndimor dhe atij lindor. Sipas tij, dia e civilizimit lindor është ngritur mbi dëgjimin, ndërsa ai perëndimor është i ngritur mbi shqimin. Sipas Nietzsches, njeriu mendimtar, njeriu i dijes, duhet ta ndjek shembullin e doktorit, i cili me një çekesh munduhet ta kuptoj smundjen. Nga pamja, ajo mund të më duk e plotë edhe e mirë, por nëse ka zbrastir brenda, gjatë goditjes nxjerr zë. Ashtu thotë edhe vlerat e ngritura të civilizimit duhet testohen nëse kanë zbrastir brenda tyre. Ndërsa Aristoteli ku diskuton mbi shqisat dhe format e perceptimit, thoshte që shqisa e dëgjimit i ofron njeriu më shumë informacione sa perceptimi nëpërmjet shiqimit. Pra, sipas tij, nëse një i verbër, nëse lind fëmiu i verbër, mëson më shumë se sa një fëmijë që lind i shordhër. Po kemi dy lloje të botkuptimit, mirë po prap Aristoteli thotë që shiqimi edhe pse ofron ndëgjimi, edhe pse ofron shumë më shumë informacione, shiqimi ofron precisinë e informacionet. Pra kemi dy lloje të botkuptimit. Mendimi perëndimor po është i ngritur mbi këto parime, mbi këto koncepte. Do të kisha pyet kështu profesor Samer, me këtë tranzicionin modern që ka ndodhur, a ka ndryshuar edhe forma e edukimit në botën islame, sidomos me ngritjen e universiteteve, e cilat janë formën perëndimore? Po sigurisht që ka ndryshuar, do thotë mirë, po jo paralelisht në të gjitha vendet e botës islame, për shkak se po flasim për një hapësirë shumë të madhe gjeografike, po flasim për shumë shtete, për shtete të ndryshme që kanë distancë dallojnë shumë nga njëra tjetra.
Për shembull, nëse marrim për shembull Egjiptin apo Turqinë, ka një periudhë shumë më të hershme të formimit të themelimit të shkollave të para apo të medreseve apo edhe të universiteteve, që fillimisht kanë filluar si medrese apo si shkolla apo si mësonjtore, e masandej janë shndruar në universitete me kalimin e kohës. Për shembull, të vlen cekat, për shembull Universiteti i Azherit, i cili themelet e para të tij janë vënë në vitin 970, dhe në vitin 1972, pra pas 2 vjetëve ka filluar është hapë si një xhami, po në njëjtën kohë ka qenë një lloj mësonjtore ku janë mësuar lanë të ndryshme, jo vetëm ato fetare, po edhe elementëve të tjerë. Apo Universiteti i Istanbulit, po i cili dihet që themelet e para mund thotë që janë vënë në vitin 1453, jo në formën që është tash, po sigurisht themelet e para në një formë shumë më të thjeshtë, më thuhet, në stilin e një medreseje. Po këtë fat nuk e kanë pasur edhe vende të tjera. Pra, nëse marrim për shembull shtetet e Xhirit, që janë shumë më të vonshme në zhvillimin e mësimit në formën akademike siç është tash, mirë po që kanë pasur një zhvillim shumë të shpejtë masanej për shkak sigurisht edhe të mundësive ekonomike dhe asoj që quhet edhe revolucioni pas i naftës. Sigurisht sistemi i edukimit është pothuajse i ngjashëm nga forma me vendet e tjera të botës, me disa specifika, siç është për shembull në disa vende ndarja në bazë gjinive e nxënësit apo studentët nga nxënësit dhe studentët, por mund të themi lirisht të dallimi tjetër që ekziston është që sigurisht që ani pse është zhvilluar forma tjetër, forma moderne e edukimit, gjithsesi ka mbetë në mënyrë paralele edhe forma klasike, e cila i ndihmon dhe e cila e ka shoqëruar për vazhdon ta shoqërojë këtë formën akademike të edukimit. A është rujt në ndonjë vend kjo mësimi klasik, domethënë, apo tamam është zhvendos apo është transformuar në mendimin domethënë modern? A ka vende ku aplikohet ende domethënë ai metoda klasike? Po sigurisht, pra në VCC-ka që edhe personalisht kemi pas rastin me praktiku dhe me përfitu për kësaj metode, pra edhe tani paralelisht me studimet akademike vazhdon mësimin e për mësonjtorët apo ndjenjat e xhamive, ku kryesisht mësohet për shembull në këtë kohë mësimi i Kuranit përmendesh nga mboshat e reja kryesisht, por edhe shkenca të tjera, për shembull apo fusha të tjera, siç janë kryesisht fushat apo shkencat islame, ku mënyrë të veçantë mësohet për shembull hadithi apo jurisprudenca islame e kështu me radhë. Dhe ani pse nuk ka ndonjë kurikulum caktuar, si thuash nga shteti apo nga institucione të tjera shtetërore, çdo shkollë juridike apo çdo shkollë juridike në jurisprudencë që quhen apo me zhebet në fik që quhen me termin tjetër, i kanë klasifikuar librat që mësohen nga niveli më i thjeshtë tek ai më i komplikuar. Dhe pa mësu niveli më hershëm nuk ka kalu në nivelin tjetër. Gjithashtu, ja vlen ceket që nga fillet e para është kushtuar rëndësi të madhe të dy formave të nxënjes së dytërisë, edhe asaj të shkruar, edhe asaj gojore. Dhe kemi edhe sot e kësaj dite plot njerëz që qoftë leximin e Kuranit, qoftë hadithet, i kanë me zinxhir të transmetuara prej tyre deri tek i dërguari i Zotit. E po ashtu edhe mësimet e tjera, edhe qoftë edhe libra, i kanë me atë që quhet ijazet, me një zinxhir transmetimi deri tek gjeneratat e mëhershme. Vlen ceket që historikisht dhe vlen edhe sot në veçantë në shkencët islame është kushtuar rëndësi e madhe edhe mësimit përmendesh, jo vetëm të Kuranit dhe të haditheve, por edhe për këtë qëllim janë shkruar edhe libra, e përmbledhje librash në formë poezie. Pra, ku nxënësit paralelisht i kanë kuptuar mësimet, i kanë marrë mësimet, i kanë analizuar, i kanë studiuar dhe në fund edhe i kanë mësuar përmendsh përmbledhjen e tyre në formë poezie. Gjithashtu, mund të theket se sot ende në botën islame ka përpjekje si thosh për bashkimin e dy formave. Këtu mund të përmendim një shembull që është në një vend të Afrikës, pra një institut për nxjerrjen e dietarëve në një vend afrikan ku kërkohet paraprakisht mësimi i Kuranit dhe përmendesh dhe mësimi i gjitha koleksioneve të hadithit që janë më kryesore, duke qenë si para kusht për pranimin në institut. Dhe
sigurisht pra ja vlen çeket kur flasim për dallimet ndërmjet vendeve islame që në vendet afrikane pra shumë e përhapur edhe sot e kësaj dite kjo formë të mësorit përmend, pra jo vetëm të teksteve të shenjta, por edhe të librave në formë poezie apo në formë të ndryshme. Profesor, fitim, nëse ne krenohemi për një gjenerat, them që janë gjenerat të lindazve. Ne ende s'kemi mund të edukojmë një gjenerat dytë që janë të këtyre për masa. A më na eliminu pak si ndiku në lindas në edukimin e shoqërisë shqiptare, domethënë. Po, kur jemi te rilindja kombëtare shqiptare, natyrisht që e kam pak vështirë të flas, sepse me të vërtetë është një periudhë mendoj kruciale dhe vendimtare lidhur me identitetin e gjuhës, kulturës dhe rrjedhave shqiptare që nga fillimet e deri tani, dhe natyrisht që kur jam te kjo periudhë edhe e rilindjes kombëtare, që në njëjtën kohë është edhe rilindje ideologjike, por edhe rilindje kulturore, mendoj edhe rilindje shpirtërore, pra mendoj që është një lloj trinumi që ende nuk është fetuar dhe nuk është studiu sa duhet nga ne këtu, qoftë në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni dhe në gjitha rrugët shqiptare. Pra kam vështirë sepse vërtet është një periudhë në cilën vërtet ka qenë periudha vendimtare, pra për ngritje kombëtare, gjuhësore, kulturore, ose shkombëtarizim, ka qenë një farë lloj rruge, ose majtas ose djathtas, dhe vërtet ne kemi në këtë periudhë letrare dy shkrimtarët, ideologët, po jo vetëm, por edhe politikanë që vërtet i kanë thonë shumë Shqipnisë, pra gjendjes të cilën jemi ne, dhe natyrisht që në këtë mes, kur jemi te rilindja kombëtare, pra rilindja kombëtare është rilindje identitare. Kur them identitare, pra këtu krijohet për herë të parë identiteti kombëtar i shqiptarëve nga vëllezërit frashëri, por jo vetëm. Unë kisha me qujt në rrjedhat vendimtare të historisë së popullit shqiptar, grupi Stambollit është grupi vendimtar, kisha me thonë që nuk është përsërit ndonjëherë në historinë e mendimit shqiptar, por as atë letrar, që ndonjë grupi ka dhënë më shumë kombit shqiptar se sa grupi Stambollit. E kam qujt me të drejtë dhe mund të quhet me të drejtë grupi kulturor i Stambollit, ku hyn vëllezërit frashëri Naimi, Samia, Ismail Qemali, Hoxh Hasan Tasini, Hasan Prishtina, Pashko Vasa, e të tjerë. Pra është ky grupi kulturor i Stambollit, që e dha ndihmesën më të madhe në rrafshin e nacional, programatik dhe kulturor për krimin e identitetit shqiptarëve. Shqiptarët deri në këtë kohë nuk e dinin se ishin shqiptarë. Siç thot Samiu, 99% shqiptarëve nuk ishin shqiptarë as me mendje as me zemër. Pra ishte Naimi me Bakti Bujci, ishte Sami Frashëri me veprën Shqipëria çka që çdo të bëhet. Ishte Pashko Vasa me veprën Shqipëria dhe shqiptarët, që brymosen këtë qenje kombëtare dhe shpëtuan nga asimilimi i tyre do të thotë si qenje. Pra analfabetizmi shqiptarëve kishte ardhur deri në atë nivel, saqë forca vendimtare e këtyre dy kolezëve dhe jo vetëm, pra e këtij grupi kulturor Stambollit, bëri do të thotë që kjo qenje shqiptare ta marrë edhe një herë në këmbë identitetin e vetën e përkembur gjatë shekujve. Dhe çka bën ta? Duke qenë se rrethonat në Shqipëri asë kohë ishin tepër të vështira, pra këta nga Turqia shërbyn atje, punuan, studiuan, analizuan, por e përgatiten edhe platformën për krijimin e kombit edhe shtetit shqiptar. Natyrisht që Naimi në fushën e letërsisë, e Samiu në rrafshin e ideologjisë, që të dytë ju kthyn qenjes së tyre. Pra këta janë autor, unë i quaj yni i përbashkët, pra autorët kulturor që sa janë tonë, ju takojnë edhe kulturave të tjera. Ndonë se Naimi vetëm yni, Samiu i neve dhe i të tjerëve, me që shenjat i kemi të përbashkëta në histori. Naimi, si që dim gjithë, me veprën Bakti Bujci i preki shqiptarët në anën emocionale. Pra nuk ka fëmijë i ri, e re, që nuk i din vargjet e tina të para, pra të kësaj poeme kolosale që i preku gjithë shqiptarët në zemër. Por shqiptarët kishin nevojë me i prek edhe në anën racionale. Për këtë u kujdes Samiu, pra me që ishte enciklopedist, ai u kujdes që të shkruante traktatin ideologjik, pra traktatin më të famshëm prej një
historianit të filozofisë politike, që po themi shqiptarët, pas Samis e kanë pas vetëm Ukshin Hotin. Nuk besoj që në historinë e mendimit politik shqiptar është përsërit një tjetër. Po themi Ukshin Hoti pas tij dhe i pari është Sami Frashi, një enciklopedist i rrallë, me që ai shquej edhe në autoritetet turke si njeri i dijes, dhe natyrisht që kur filloi krijimin e kësaj poeme, ai tashmë kishte përfundu fushën e vet në turkologji, pra pjesa më e madhe e veprave të tij që i përkasin turkologjisë tashmë ishin përfundu, dhe Naimi i rrekej tash çështjes shqiptare, dhe me një rezonon shumë të madh. Pra vepra që është marrë ndonjëherë me edukimin e kombit shqiptar, në rrafshin kulturor, politik, letrar, kulturor, edhe filozofik, është vepra Shqipëria që ka qenë ç'është dhe ç'do të bëhet. Ndonë se Naimi u pranu më shumë se sa Samia, megjithatë shqiptarët kishin më shumë nevojë shpirtërore e më pak ideore. Ndonë se ishin më pak të edukuar, ose mund të themi shumë, do thotë niveli i dekulturimit edhe i dedukimit ishte nivel jashtëzakonisht i lartë, megjithatë shqiptarët kishin nevojë për anën shpirtërore. E këtu arriti Naimi, i preku me veprën Baktia Bujqit. O ju marrë të Marsis dhe ju lisa të gjatë fushat të gjera me lurit që kam dërmend ditë dhe natë, pra një poem që është bë dhe kam, dhe arritim i prek në zemër. Dhe natyrisht që Naimi u bën një farlloj poeti për shqiptarët, që e kanë qujtë edhe me epitetet të ndryshme, për cilat nuk është e rëndësishme të përmenden këtë emision, por Naimi arriti me u bë i popularizum tej mase me këtë poem. Por vepra Sami Frashi me veprën Shqipëria që ka qenë dhe ç'është dhe ç'do të bëhet, tashmë me këtë filozofi politike, arriti ta shpëtoj kombin shqiptar duke i prek në anën racionale, pra në anën arsyeshme. Çka shtroi? Ai shtroi nevojën që shqiptarët duhet patjetër, shqiptarët thotë Samiu kanë të drejtën të vepër, por megjithatë, ai tërheq vërejtjen se shqiptarët duhet ta kenë edhe forcën, sepse forca u jep të drejtë ta kenë edhe të drejtën. Pra kur e kanë forcën, u jepet të drejta ta kenë edhe të drejtën. Me që shqiptarët e kanë drejtën, Samiu thotë duhet edhe forca, pra nuk mundesh me kon, thotë Samiu i drejtë, veç me thonë i drejtë, e mos më pas edhe forcën. Për cilën forcë po fliste Samiu? Sami Frashi këtë vepër flet për forcën intelektuale, pra jo për forcën fizike, jo për forcën e aspektit arsenalit ushtarak. Ai flet për forcën si shkollim, për forcën si dije dhe për forcën si emancipim. Samiu ishte rritur në një kulturë dhe në një filozofi lindore dhe perëndimore. Ai njëtet të dy filozofit, e dinte rëndësinë e studimit, e dinte rëndësinë e edukimit, dhe duke qenë se njëtet të dy filozofit, edhe diskursin lindor, edhe diskursin perëndimor, pra tri gjuhë nga lindja dhe tri gjuhë nga perëndimi, megjithatë, kjo kishte bën një personalitet për masave të papara deri tani në historinë e mendimit shqiptar. Megjithatë, Samiu rezonon këtë vepër që shqiptarëve u duhet qeveria si buka që han e si ujë që e pin. E para, e dyta, thot Samiu, në këtë vepër, a jemi shqiptar pyet, ka një element aty, thot 90% e shqiptarë nuk janë shqiptarë as me mendje, as me zemër, sepse thot nuk e duan vendin e tyre, nuk e duan gjuhën e tyre, pra nuk e njohin gjuhën e tyre. Dhe Samiu thot, nikon i cili nuk e kultivon gjuhën e vet, nuk e kultivon identitetin e vet, nuk e kultivon shkollën e vet, thot ai s'ka se si të mbjetoj. Pra shpëtimin e Shqipërisë e shite në edukimin, në kulturën dhe në emancipimin e saj. Ai propozon një universitet në këtë vepër dhe propozon që universiteti të themelohet në Prizren. Prandaj, unë nuk e di se si universiteti i Prizrenit, pra me të drejtë, pra ose jo, unë nuk e di, nuk mund të gjykoj, por po jap një mendim timin, nuk e di se nuk e ka pa të arsyeshme. Bordi i këtij universiteti që emrin e Universitetit Prizrenit t'ia lën emrin e Sami Frashit, me që ishte propozuesi i parë i këtij universiteti dhe që këtë universitet ai dëshironte që Selin ta kishte në Prizren. Megjithatë, Samiu thotë që duhet shkollohet në këtë vepër, propozon, thotë çdo shqiptar duhet të shkollohet i madh dhe i vogël, femër e mashkull, i ri e ri, pra shkollimi, hapja shkollave, ai propozon të shkollim pa pagesë. Thotë që çdo femër, çdo mashkull duhet të shkojnë në shkollë. Madje shkollimi thotë deri në universitet duhet të jetë pa pagesë. Pra ai propozon të shkollim pa pagesë. Madje ai gjykonte që çdo prind i cili heziton që ta dërgojë fëmijën e tij në shkollë, pra për ta mësuar shkollimin elementar, ai propozonte edhe masën ndeshkuese. Pra ishte i rreth, sepse Sami Frashi e shihte çështjen shqiptare, pra shpëtimin e Shqipërisë
pikërisht në edukimin dhe në shkollimin. Dhe shkollimi ishte thembra akilit për shqiptarët në kohën e tij. Dhe Sami Froshi nëpërmjet këtij traktati, pra, e ngjallet të shqiptarët, ndjenjen e advetarizmit, ndjenjen e dijes, ndjenjen e shkollave, edhe ndjenjen e kombësisë. Ai porosit që në edukimin e shqiptarëve, pra, duhet përfshihen gjitha lanë, duhet përfshihen gjitha shkencat, duhet përfshihen gjitha artët, pra nuk ka seleksionim. Dhe e ka një parafrazim shumë të bukur, ku thot në fund të veprës së tij, thot mbani mend, thot, qëllimi, dëshira, besa janë për Shqipërinë. Po, atëherë ta duami për Shqipërinë. Thot në mes shqiptarëve nuk ka ndonjë ndarje, ndonjë qarje. Të gjithë janë vëllezër, kanë një gjak, një gjumë, një besë. Pra, ky ishte Sami Froshi, i cili po na mëson edhe filozofin, po na mëson edhe edukimin, po na mëson edhe programin etnik, etik për ndërtimin e një shoqërie shqiptare. Pra, ishte ky Sami Froshi që vinte nga shoqëria kulturore e Stambollit, në vend ato që kishte prodhu dietar, siç ishte Samiu. Prandaj, ai rezonante që thot çdo shqiptar duhet të jetë sa më i ditur, sepse shqiptari pa ditur nuk i duhet as etnis, as atdhejt, as askuj. Pra duhet një shqiptar të jetë i ditur, pra ta marrë gjuhën e tij, ta mbroj, madje kjo mbrojtje të jetë me fanatizëm. Pra ky është Sami Froshi i cili do të punoj mëson këto elemente në programin e tij, do thotë ideologjik, dhe në programin e tij, do thotë të filozofisë, konceptit estetik dhe politik, do thotë shqiptar, sepse po vjen ky program nga një njeri erudit, mesin e grupit kulturor Stambollit, por mesin e rilindësve, sepse rilindjen kombëtare shqiptare e përben edhe shoqëri kulturore të tjera, e përben edhe shoqëria e Sofjes, edhe shoqëria e Bukurir, kishim edhe shoqërinë e Egjipt, kishim edhe shoqërinë e Amerikë, atje kishim Konicën, kishim edhe autoritetet e tjera, për cilat do të thonë kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm. Por megjithatë, Naimi shkroi ide për krijimin e qenies kombëtare, për edukimin e këtij brezi në veprën e tij Shqipnia, kurse në aspektin programatik dhe praktik u morë do të Sami Froshi. Prandaj, edukimi më i madh që është dhënë shqiptarëve si rrugë etike, filozofike dhe estetike është ky traktat ideologjik i Sami Froshit, për cilin besoj që ka çka flitet jo në një emision, por me emisionet e tjera, sepse është një vepër e madhe kolosale. Prandaj, e përfundon fund Sami Froshi për gjithë ata që mundohen me nda atë që quhet fe, shkencë, kutadjune. Samiu e ka platformën e bukur ideale në fund librit i thot: ne, Zoti, e drejta, kombi, gjuha, Shqipëria, shqiptarësia. Ky është qëllimi jon. Thot, në mes shqiptarëve nuk ka ndonjë ndarje, ndonjë qarje. Zoti dhe në fund thot elemente tjera mbastina i rendit. Pra besimi, pra Zoti, e drejta, kombi, gjuha, Shqipëria, shqiptarësia. Pra është kjo formula që është Sami Froshi për shqiptarët. Patjetër, domethënë ka çat flitet shumë se është gjenerata e artë që mundet më quhet domethënë tek elitat shqiptare. Po jemi edhe në fund të emisionit, do dëshiroj të marrë të shtoj disa pyetje rreth gjendjes domethënë të edukimit modern edhe të kësaj gjendjes aktuale. Kisha pas dëshirë, profesor Samir, jemi domethënë në një gjendje jo normale, ku njeriu në çdo gjendje duhet ta vazhdojë edukimin. Si po vazhdoni, domethënë mos jeni edhe ligjëros në kolegjin, si po vazhdoni domethënë këtë kurs, po menaxhoni edukimin, po krahas kësaj, si e shihni edhe edukimin e tarmen, domethënë duke marrë parasysh të kalumen, tashmen, çfarë edukimi parashihni ju për tarmen? Faleminderit. Po sigurisht për këtë gjendje në cilën jemi të kalu është një sprovë edhe një testim që i përmban njerëzimin, dhe siç dihet, njeriu si qenie instinktivisht e ka aftësinë e përshtatjes edhe në fushën e edukimit përmes teknologjisë deri dikon në një mas të madhe është arrit mu zëvendësu, mund të themi është forma tradicionale e mësimdhënies. Sigurisht ku më shumë ku më pak, pavarësisht edhe nga mundësitë. Sa i përket përvojës personale, sigurisht në shkollën ku unë punoj, në kolegjin ku unë punoj, nuk e kemi ndërprej fare procesin mësimor, duke vazhduar atë në formën online, duke shkuar pra mundësitë që ofron teknologjia. Jemi duke përdorur dy aplikacione,
po i përmend edhe më është aplikacioni Zoom, pra që përdoret për i cili mund të zhvillimin në mënyrë interaktive të mësimdhënies, ku çdo gjë pra është direkt dhe nxënësve i shpjegohet në mënyrë direkte dhe ata kanë mundësi edhe të përgjigjen, po edhe të bëjnë pyetje në kohë reale. Gjithashtu po përdorim aplikacionin Google Classroom, i cili është shumë praktik, në mënyrë të veçantë për detyra dhe testime e kështu me radhë. Gjithashtu nganjëherë bëjmë edhe kombinimin duke postuar dhe duke shpjegimet offline të mësimeve, të cilat mund t'i gjejnë pra nxënësit në kohën kur atyre përshtatet në Google Classroom. Mendoj se kur jemi te kjo formë mësimdhënies janë 3 faktorë nga të cilët mbaret në mënyrë direkte suksesi i kësaj metode. E para atyre është mosha e nxënësve. Nuk është pra shumë i përshtatshëm për ciklin e ulët të nxënësve, të cilët pra shumë lehtë shpërqendrohen, por është shumë i përshtatshëm për nivelin universitar e matutje. Pra faktori tjetër që është shumë e rëndësishëm në suksesin e kësaj forme është edhe lënda mësimore. Pra nuk është metodë që përshtatet me çdo landë, por për shembull me landët që kërkojnë edhe punë praktike, që kërkojnë punë nëpër laboratore kështu me radhë, por për një pjesë të bukur të landëve është pra deri dikon një zëvendësim shumë i mirë. Nga përvoja kam pas edhe një faktor tjetër shumë e rëndësishëm, e ai është pra që është bashkëpunimi i prindërve, sidomos për nivelet e ulta në ciklin e ulët, por kërkohet një bashkëpunim shumë më i madh i prindërve, në mënyrë që kjo formë të ketë sukses. Nëse dalemi tek përparësitë dhe mangësitë e kësaj forme, përparësitë mund të përmendim se është pra shfrytëzimi i mundësive që të ofron teknologjia, pra më herët nuk i kemi shfrytzuar kaq shumë këto mundësi. Këto aplikacione vërtet janë shumë praktike dhe të kursejnë edhe kohë dhe mund. Në anën tjetër mund të themi edhe kursimi i kohës për vajtje dhe ardhje në institucionet arsimore. Për shembull, nëse në rastin konkret në Stamboll ku unë jetoj, nëpër metropole të tilla, minimumi i kohës që ty duhet për të shkuar në shkollë dhe për të ardhur është përafërsisht 2 orë, do të thotë. Në këtë rast, këtë kohë nuk ke nevojë të harxhosh rrugës. Gjithashtu është edhe përdorimi i metodave të reja të mësimdhënies. Tek mangësitë, sigurisht efekti nuk mund të jetë asnjëherë i njëjtë, sikur kur ka kontakt direkt me njerëzit, ku je direkt me ta dhe ku është kontakti fizik, merr më shumë kohë dhe shpjegimi dhe komunikimi me nxënësit. Gjithashtu që si thash më herët nuk e përshtatet çdo moshë dhe çdo lëndë, dhe gjithashtu mbaret krejt fut nga interneti, pra nëse në një moment caktuar shkëputet lidhja e internetit, po çdo gjë mbaron. Profesor, desha më ndalë edhe këtë, domethënë pasi që ju nuk ligjeroni domethënë gjuhën anëtare, ligjeroni një gjuhë tjetër, domethënë gjuhën angleze. A është edhe më e vështirë kjo, pasi që nuk ka mimik, nuk ka gjëra që krijohet komunikimi. Pra pikërisht kjo pra e merr edhe kohë dhe më tepër për arsye se siç e përmendë edhe ti në momentin kur je live, ke mundësi që të bësh të komunikosh me gjeste, me mimik, me aktrime, me shumë forma tjera, kurse këtu duhet përsëritet disa herë, sigurisht kur kesh parasysh që nuk i kemi gjuhë anëtare, as ne dhe as shpeshherë as nxënësit, pra kjo kërkon dhe merr kohë dhe më tepër. Kurse nëse flasim pak se si shohim procesin e edukimit, thotë para mas krejt kësaj gjendje që cila shpresojmë që të përfundon sa më shpejt, dhe sa më pak pasoja, unë besoj që s'ka dyshim mas çdo prove ka dhe do thotë njerëzit dalin më të kalitur, edhe gjithmonë tash po flasin për një botë ndryshe pas koronavirusit, s'ka dyshim që ndryshimet kryesore ndoshta priten të jenë më të dukshme fillimisht në ekonomi dhe në politikë, por unë besoj që edukimi do të pësojë ndryshim, do të thotë pas krejt kësaj gjendje që është ka ndodhur në këtë botën. E para punës mendoj që do vazhdojmë përdorim shumë më tepër këtë formë të mësimdhënies, do të vazhdojmë përdorim këto mundësi që na ofron për teknologjia. Besoj që në veçantë do të ndryshojë sistemin e studimeve postuniversitare, për shkak se vërtet e lehtëson shumë punën e studentëve, kur ketë parasysh që shumë studentë në nivelet master dhe doktoraturës, por atë janë marrë një punë atë në kohë studiojnë, por kjo është një besim shumë i madh për ta. Dhe gjithë prokrejt kjo do të na bëjë që të dalim me sa më shumë mësime dhe besoj që do përfitojmë shumë nga kjo. Profesor Fitim, ju si e shihni domethënë edukimin e shoqërisë tonë pas kësaj epidemie? Pra çfarë të ndryshoj, si duhet të ndërtohet domethënë edukimi
pika të shkurta. Tani, unë nuk dua të bëhem futurolog, kështu, pra futurist i së ardhmës, me prognozu si do të duket, në vërtet, nështë është çështje që do t'ja lëm kohës, se si do duket është çështje ke tjetër, megjithatë kisha me thonë që jemi në një situatë do të thotë të pazakant, dhe natyrisht që pazakanta në një kohë dhe bëhet normale, pra bëhet fenomeni përgjithshëm. Natyrisht që me që jemi në një kohë pandemie, pra nuk jemi në një kohë pasaktësie, pra megjithatë jemi sistemu në pjesën e edukimit dhe mësimit online, si që theksoj dhe profesori më lart atje, janë dy platforma që ne këto kushte dhe rrethana jashtëzakonshme i përdorim, pra është Classroom edhe Zoom. Zakonisht Zoomin e përdori për ligjerim dhe bashkëbisedim, komunikim dhe analiza të tipit të diskurseve tematik, kurse Classroomin zakonisht për ngarkesë të materialeve dhe detyrave shtesë që kam për t'i dhënë do të thotë si detyrë individuale ose grupore. Natyrisht që në këto rrethana ky edukim nuk është më i miri mundshmi, por megjithatë është më i miri në situatën aktuale. Pra, nuk është ideal, por megjithatë është kohë real, në një kohë reale është edhe ideal. Pra, mund të themi kështu në soza subjektive. Natyrisht që unë shpresoj që t'i kthehemi normalitetit, pra ta kalojmë këtë sfidë me cilën po përballemi si shoqëni, si botë. Besoj që kjo do të kaloj, do t'i rikthehemi jetës normale, sepse edukimi në ambiente fizike dhe në ambiente peripatetike nuk e zaventson do thotë aspekti elektronik. Natyrisht që e ardhmja më shqetëson kur ka debate të mëdha lidhur me të ardhmen e librit, të ardhmen e diskutimeve të mësimit. Me të drejtë ju e prezantuat këtë pyetje, unë mendoj që sot zhvillimi shumë i havshëm i teknologjisë, i librave e-book, i rrjeteve elektronike të informimit, të komunikimit, ka shtruar shumë dilema se apo i vjen fundi erës së Gutenbergut. Era e Gutenbergut është shkrimit prej letre. Pra ka dilema të mëdha se si do duket libri në të ardhmen, ka dilema të mëdha që edhe këto biblioteka nuk do të jenë në të ardhmen siç kanë qenë dikur. Pra ka tema të mëdha, ka dilema të mëdha që rrjeti i komunikimit, i kompjuterizimit, i memorjeve, instalimi i librave e-book e ka bërë vetën. Megjithatë, futurologët parashikojnë që kjo ndryshim tashmë ka ndodhur, pra ka ardhur, është nisur. Por megjithatë, ka dhe mendime të tjera që fundi i qytetërimit prej letre nuk do të jetë i lehtë në ndodhur. Pra ka mendime të shkrimtarëve, të studiuesve që qytetërimi prej letre nuk mundet me ndodhur, pra është i pamundshëm. Dhe unë e kisha ndërlidh këtë, ka dhe një shkrimtar i letërsisë botërore, Cvetan Todorov, letërsia në rrezik, pra ai mendon që letërsia po rrezikohet nga aspekti elektronik, mediat, ku ta dione do të thotë format e komunikimit online, megjithatë është vetëm një mendim i tij, por po them edhe një herë, era e Gutenbergut nuk do të jetë lehtë më zhduk, unë jam i bindur që libri ka me qenë i pazaventësueshëm, nuk kanë me mund me gjunjëzu dhe nuk ka element që do të mund ta zaventësoj formën e librit, po themi fizik siç është tani, pavarësisht e-bookut, pra librave online që tashmë kanë filluar me instalu, unë mendoj që libri ka me dal pa pasoja edhe nga këto ashpërsimet e ashpra teologjike, dramatike edhe ndonjëherë që mund të themi edhe janë edhe tragjike, që mund të jenë edhe fatale për njerëzimin, sepse kemi parasysh lindjen e televizionit, radios, por megjithatë nuk ndalen huvin e gazetës, gazetat vazhdojnë me butu. E kemi filmin, por megjithatë filmi nuk e paksoj leximin e tekstit, përkundrazi debatet e tilla vetëm son dikun në leximin e tekstit. Pra jam i bindur, ashtu që ka boboll, pra romani, filmit, gazeta, televizionit, unë jam i bindur që libri ju ka boboll edhe hoveve të tjera që kanë qenë më të ashpra, do t'ju bëj boll edhe tani, përkundrazi çdo debat për shurjen e tij do të vëzë dashuri edhe më të madhe për të. Për fund, kisha pas dëshirë domethënë me paraqitë edhe mendimin tim edhe kritikën tim për formën e edukimit, domethënë tash.
Ka këndvështrimin mendoj se nuk është vetëm e rëndësi gjetja e mjetet të transmetimit të informacionit dhe dijes. Ashtu siç thotë një regjisor, kemi çdo lloj formë të komunikimi, po mungon komunikimi, po mungon esenca. Andaj mendoj që e rëndësishme është gjetja e forma që e përgatisin edhe marsën e informacionit, këtë rast nxënësin edhe studentin. Roli i mësuesit dhe i profesorit nuk është vetëm për zgjedhja e informacionit sakt dhe transmetimit të tij në formë të saktë, po është edhe përgatitja emocionale që duhet bërë student që ai ta pranojë në mënyrë të saktë. Ashtu siç e përgatisim brumin për me dhënë një formë caktuar, ashtu duhet përgatitet edhe nxënës për me marrë informacionin e duhur. E cekëm edhe në fillim të emisionit që rëndësi informacioni ka vetëm nëse ndryshon karakterin e njeriut dhe transformon atë për të mirë. Në përfund kisha dashur t'ju falenderoj domethënë të dy bashkëbiseduesve. Faleminderit që gjetët kohë dhe ishit me neve. Po ashtu i falenderoj të gjithë ata të cilët na shikuan nga shtëpitë e tyre. Shihemi në emisionet e radhës, dhe ja them mbetjen në mëshirën e Zotit. Asalamu alaikum. Merci.